Shqipëria me kupton Nga kush për kanabis? Po edhe nga narkotrafikant kanabis, sepse çfarë? Po ga e keni ju këtë për shkak. Po jo, unë nuk po të them kush e ka kërcënuar, se po ta dia unë e dia. Ore, po të nuk të duket gjë rënd që kërcënohet prokurori i përgjithshëm. Një gazetar që mbahet sigurisht një autoritet këtu, është kërcënuar nga narkotrafikantët. Po ka e di ti, nuk e di unë se po ta dia e thosha. Si, jo, nuk thash emrin, nuk thash emrin. Pse e thua? Absolutisht. Po pse më është normale të kërcënohet prokurori i përgjithshëm? E para punës njerë, a është kërcënuar, as është kërcënuar prokurori i përgjithshëm, kjo është një çështje që e di prokurori i përgjithshëm dhe përderisa prokurori i përgjithshëm nuk e ndan me asnjë, atëherë kush jeni ju që sepse në burimet mijat e konfirmoi komplet. Po me burime kanë burimet mijat. Po edhe kanë burime edhe më shumë, po si normal. Dhe arrin deri në konkluzionin që e ka kërcënuar narkotrafikantët. Po mo si nga e di unë. Nga e di ti. Që e kanë kërcënuar, ke provat? Po nëse ti kryeministri i Shqipërisë nuk e di kush kërcënon këtë prokurorin e përgjithshëm, pastaj jo fare, po si normal. Sepse në momentin kur ka dalë lajmi, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit i është vënë në dispozicion prokurorit të përgjithshëm,